Sa i gjatë është dhe kjo brikena, 2 metra, ndoko Mateo është gjitha i qunë, Ju pëlqeu surpriza e ditëlindjes brikenës? Normalisht e realizuar nga Mateo. Në finale mund të festoni edhe mbas lidhjes, okay? Që Big Brother do ma bëj këtë nder, ndërkohë mbyllim lidhjen me shtëpinë. Okay. Tani me vërtet se kanë sjell motrën apo Ti, Monika, e mban mend për shembull ditëlindjen më të bukur? Ke një letër aty. Lerti i dashur. Si je shpirt? Jam në New York, dëgjoj Beethovenin dhe televizori është dezur tek ti. Të shoh dhe nuk ti ndaj syt sepse dua të kuptoj. Më dukesh pak i lodhur nga temperatura. Sigur tisha aty të përgatisja një supë të ngrohtë, ashtu siç ti e bëje për mua dikur. Selin para Pandor. Po edhe ke bërë si kur e ke hapur brenda shtëpisë, të kërkoj të kesh edhe pak durim dhe të mendohesh seriozisht nëse në këtë pikë të lojës do ta hapësh apo jo. Jo, po prit, ki durim. Mendohe, mos ma thuaj tani, do të vite ty pastaj. A bën sens gjysmëfinale ta hapet Pandora? Ka vetëm një zarf, sepse brenda atij zarfi, që nuk duhet ta hapësh ende, do të kesh emrin e finalistit të tretë. Ajo që dua të bësh është Po e gjeti Roberti. para të mos ta lexosh zarfin me zë të lartë. Okej. E dyta, kur të kthehesh në dhomën e ndenjes, të mos tregosh as me zë, as me gjuhë trupi se kush është finalisti i tretë. Je i qartë? Super shumë e qartë. Nuk e di sa poker face i mirë je, ky është momenti për ta provuar, Selin. Ta hap? Ta hapësh patjetër. Okej. Atëherë, Selin je the queen. Për shaka. Je the queen. E lexove emrin? E lexova. E mban mend? Do mundon. Okej. Jo, e mbaj mend. Mund të kthehesh, Selin. O Ledion, po zarf bardh nuk ka. Zarfi bardh është fustani bardh. Dhe Pandora për Luizin, apo jo? Kush është Pandora? Kutia. Kutia e Pandorës. Edhe